Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku nuk do të takohet më me homologun e tij nga vetëvendosje Albin Kurti për çështjen e presidentit të vendit. Takimi i tyre i sotëm nuk dha ndonjë rezultat. Lideri i LDK-s tha se Kurti insistonte që shefi i shtetit i takojë vetëvendosjes, gjë të cilën ky nuk e pranoi. Për të pastën herë shkoi në takim, e rezultati ishte i njëjtë, dështim. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas takimit në kuvent me homologun nga vetëvendosje Albin Kurti, konfirmoi se ky i fundit nuk deshi zgjidhje. Mysafiri tha se parimi i tij për ndarje pushtetin nuk u përqafua nga Nikoqiri, që insistonte se presidenti duhet i takojë vetëm vetëvendosjes. Qeveria operon po ashtu me shumicë, i takon shumicës, tani edhe presidenti takoi 51% që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK, do t'i kthejmë misionit të madh të bashkimit të së djathtës brenda LDK-s. Pa kalimin e ngërçit presidencial, ky tha se s'mundi të diskutoj për përfshirjen e ekzekutiv apo përgjegjësisht shtesën e legjislativ. Emra nuk dha në takim, pasi thotë se nuk erdhi puna deri aty, me që kryeqeveritari insistonte që zëvendësi i tij të bëhet kryetar shteti. Me LDK-n, vetëvendosja nuk ka diskutuar as edhe një emër, as edhe një emër përveç Glauku Njusës. Për Glauku Njusën, ne kemi pas qëndrim jo per se, po për shkak të pozicionit partijak që mban, që mos mund të jetë presidenti i Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja pse shkuam në interpretimin e gjykatës kushtetuese. Në këtë frym, Abdigjiku shtoi se mbylli etapën e takimeve me Kurtin për këtë çështje dhe se tash do të fokusohet në zhvillimet brenda partijake.